Përshëndetje të dashur miq, jemi kësaj radhe në episodin e 5 të podcastit Shine dhe sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që referohet pikërisht shëndetësisë. Më konkretisht do të flasim për atrofin spinale muskulare, një sëmundje e rrallë që të paktën nga statistikat e fundit me lexova bëhet fjalë për 1 në 6.000 foshnjë të lindura në të gjithë botën. Si çdo sëmundje është e rëndësishme që edhe në këtë rast ne të kemi informacionet e duhura për diagnostikimin natyrisht në kohë, por gjithashtu edhe trajtimin e kësaj sëmundje. Unë kam kënaqësinë që këtë temë ta trajtojmë në këtë episod të radhës të podcastit tot Shine, pikërisht me doktor Naim Zekën, i cili është neuropediatër pranë shërbimit të neurologjisë pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Përshëndetje doktor, faleminderit. Kënaqësi shumë që jemi bashkë për ta trajtuar këtë temë. Përshëndetje, kënaqësi e dyfisht, tamam edhe imja që jam musafiri juaj. Do doja ta nisnim pikë së pari me një pyetje të përgjithshme, le të themi ajo që ose le të themi informacione se çfarë është kjo sëmundje dhe kë prek konkretisht, cilën kategori? Atrofia spinale muskulare është sëmundje neuromuskulare që hyn në grupin e sëmundjeve të rralla që prek pothuajse gjitha sistemet e organizmit të njeriut. Është një sëmundje cila, si thatë edhe ju, ka një incidencë e cila sillet dikon nga 3.900 deri në 3.900 deri në 10.000 raste. Në Europë zakonisht incidenca është 1 në 6.000 të porsalindur. Por besoj që natyrisht diagnostikimi është një pikë shumë e rëndësishme, ajo fillestarja, le të themi zanafilla, se pastaj do të ndjekë edhe gjithë orientimin dhe zhvillimin i kapur apo jo në kohë të sëmundjes. Si bëhet konkretisht diagnostikimi? Sëmundja si sëmundje hyn në grupin në aspektin gjenetik, në grupin e sëmundjeve autosomale recesive, që nënkupton që për manifestimin e sëmundjes, të dy prindërit duhet të jenë bartës të gjenit të modifikuar. Çka nënkupton kjo? Që është e trashëgueshme apo jo? Është e trashëguar dhe nëse të dy prindërit janë bartës të sëmundjes, atëherë në aspektin e trashëgimisë mund të presim që 1/4 e fëmijëve të porsalindur të jenë të afektuar nga sëmundja, 50% të jenë bartës dhe 1/4 të jenë të shëndetshëm. Çfarë do të thotë, ka një analizë specifike realisht për prindrit? Është një analizë tipike, normale, për ta kuptuar dhe për të qenë kujdesshëm? Normalisht sot në botën bashkëkohore është në aplikim screeningu neonatal, i cili detekton sëmundjen që në ditët e para të lindjes. Gjithashtu kemi edhe screeningun prenatal, që nënkupton detektimin e sëmundjes gjatë kohës së shtatzanisë. Si analizë është e kufizuar vetëm të rastet që kanë fëmijë me atrofi spinale muskulare. Nuk bëhet në popullatën e gjerë në të gjitha nënat shtatzëna. Dhe gjetja e bartësve të sëmundjes, e cila bëhet me njerë pas lindjes. Domthon kemi 3 detektime të sëmundjes: screeningun prenatal, screeningun neonatal dhe gjetjen e bartësve të mundshëm. Sot në botë çdo 1/54 person është me një gjend të ndryshuar, që nënkupton thjesht në aspektin matematikor të paraqitjes së sëmundjes dikon aty 6.000 deri në 10.000 porsalindur ne mund të presim një rast. Çfarë e shkakton të sëmundja? Këtë sëmundje shkakton një ndryshim gjenetik i kromozomit 5, normalisht ata që mirën me mjekësi e dinë, një ndryshim i gjenit SMN1 dhe SMN2. Çka janë këto? Janë 2 gjene të cilat janë përgjegjës për prodhimin e një proteine të ashtu quajtur SMN proteina, e cila është përgjegjëse për funksionalitetin e sistemit neuromuskular. Gjeni SMN1 prodhon 90% të proteinës SMN dhe është gjeni kryesor i cili ka rëndësi në paraqitjen e sëmundjes. Ndërsa gjeni SMN2 ka rëndësi vetëm numri i kopjeve në mënyrë që paraqitja e sëmundjes të ketë një klinikë më të lehtë se sa nëse nuk kemi numër të madh të kopjeve të këtij gjeni. Sëmundja natyrisht ka disa grada. Cila është, le të themi, më e lehta për të shkuar deri në kategorinë më të rëndë? Po, ka disa tipe të atrofisë spinale muskulare.
Atrofia spinale muskulare tipit 0 është atrofia e cila paraqitet simptomatologjia qysh në jetën intrauterine dhe në ditët e para të lindjes dhe zakonisht përfundon me fatalitet. Atrofia spinale e tipit të parë që ndryshe njihet si Wernicke-Hoffmann, që paraqitet në 6 muajt e parë të lindjes. Këta fëmijë ndryshe njihen si non-sitters, fëmijë që asnjëherë në jetë nuk ulen dhe nëse nuk trajtohet brenda 20 muajve përfundon me fatalitet. Atrofia spinale tipit të dytë, e cila paraqitet në 18 muajt e parë, që këta fëmijë në jetën e tyre arrin të ulen, po asnjëherë të ecin. Atrofia spinale tipit të tretë, që paraqitet mas 18 muajve, këta pacient fillojnë të ecin, po më vonë kanë vështërsi në kryerjen e shumë funksioneve jetësore, dhe atrofia spinale tipit të 4 që paraqitet mas moshës 10 vjeçare dhe zakonisht një pjesë të madhe të funksioneve i kryen normalisht sikurse personat normal. Çka nënkupton kjo? Që 2 tipet e para janë tipet më të rrezikshme me fatalitet më të madh në krahasim me lloje tjera të mëvonshme. Megjithatë, urojmë që shkenca të paktën në këtë aspekt ketë përparuar kur flasim për protokollin e mjekimit, trajtimin, natyrisht që është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, por deri mund të shkojë, mund të arrijë deri në një shërim të plotë apo le të themi një aktiviteti normal të këtij fëmie që nesër do të rritet edhe do të eci në jetë. Pa diskutim, atrofia spinale muskulare thamë prek të gjitha sistemet, duke filluar nga sistemi skeletomuskular, sistemi respirator, sistemi tretës dhe për shkak të dobësisë muskulare, të gjitha këto sisteme afektohen dhe në një farë mënyrë e zvoglojnë dhe rrezikojnë cilëtetin e jetës së fëmijës. Deri para vitit 2016, kur kemi diagnostikuar raste të tilla, lajmi i vetëm ka qenë që kjo sëmundje nuk ka trajtim dhe këta fëmijë janë të gjykuar të vdesin. Mirpo, nga viti 2016, filloi era e trajtimit, fillimisht me daljen e Nusinersen, janë medikamente specifike për zavendësimin e SMN-proteinës, dhe pas vitit 2020 me daljen e onasemnogen Abeparvovec, është terapi gjenike, e cila e ndryshon gjenin përmes një vektori virusal, dhe në fund rizdiplome që gjithashtu kanë kontribuar shumë që një grup shumë i madh i këtyre fëmijëve të kenë një kualitet më të mirë të jetës. Nënkupton përmirësimin klinik të sëmundjes dhe ende nuk kemi përvoja afatgjate për shkak se kemi të bëjmë mas shumti me 9 vite, mirë po përgjithsisht ka kontribuar shumë në zgjatjen e jetës së këtyre pacientëve. Ka në Shqipëri dhe në Kosovë akses ndaj këtyre trajtimeve, medikamenteve, si jemi në raport me vendet e tjera të Europës? Cilat janë mundësitë konkretisht? Për Shqipëri nuk kam të dhëna fatkeqësisht, se për këtë Kosovës neve veç kemi përvojë me aplikimin e të 3 medikamenteve. Momentalisht në Kosovë janë 11 pacient, 10 prej tyre janë në trajtim, të gjithë të rimbursuar nga Ministria e Shëndetësisë. Kemi të dhëna konkrete të paktën për Kosovën sa i përket shpeshmërisë së kësaj sëmundje atje? Po, neve zakonisht në Kosovë presim 1 deri në 2 fëmijë me atrofi spinale muskulare. Ajo që çalon për momentin është detektimi i rasteve të personat adult. Sipas statistikave përgjithsisht të dhënave botërore, përgjithsisht numri është i barabartë i pacientëve pediatrik me pacientët adult. Fatkeqësisht të ne jemi 9-2 që nënkupton që duhet të punohet ende më shumë në detektimin e rasteve me tipin 3 dhe 4 që vërtet sot jetojnë, po nuk detektohen në kuptimin klinik. E qartë. Për të folur pak për te anës shëndetësore dhe në aspektin social, janë persona që kanë nevojë për një kujdestar dhe natyrisht mbështetjen e prindërve. Në gjykimin tuaj, për çfarë kanë ata më shumë? Atrofia spinale muskulare nuk paraqet vetëm problem shëndetësor. Është edhe problem social. Çka nënkupton kjo? Vështirësi në integrim. Në shumë studime botërore është pa që prindërit që kanë një fëmijë me atrofi spinale kanë mungesa më të mëdha në punë.
kanë tendencë të largohen nga puna, kanë çrregullime psikiatrike për shkak të gjendjes së rëndë. Mos të flas vetëm për problemet e fëmijëve, që vërtet këta fëmijë janë fëmijë me një inteligjencë shumë të mirë, janë fëmijë të cilët nuk kanë të afektuar sistemin nervor qendror për dallim të sistemit nervor periferik, dhe neve shpesh në kongrese botërore jemi dëshmitar të dëgjimit të historieve të këtyre fëmijëve, vërtet historie të dhimbshme, historie që ata i përjetojnë nga dora e parë dhe tregojnë se cili përvojat e veta jetësore, duke filluar nga njohuria për smundjen e tyre, përgatitja apo pasurimi i kualitetit të jetës tyre përmes aparaturave të ndryshme, sepse ne dim që vetë smundja ka një progresion nëse nuk trajtohet. Doja në fakt që ta mbyllnim me një mesazh, sepse ju e përmendet shumë mirë dhe shumë bukur se sa e rëndësishëm është aspekti social, por nga ana tjetër jemi edhe vetë ne që në përditshmërinë tonë duke filluar që nga mos paragjykimi në radhë parë do të ndihmonim shumë këto familje, përpos natyrisht ndihmës tjetër që mund t'i jepnim pse jo edhe financiare apo sociale, po kjo do të ishte shumë njerëzore. Për t'i parë si vetja edhe për t'i ndihmuar realisht për t'u integruar në shoqëri, në shkolla, në kopshte, sepse do duhet ta themi shpeshherë ndodh rëndomt tek një prind që nuk ka dëshirë të qëndrojë me një fëmijë tjetër. Personalisht e kam parë këtë eksperiencë të paktën në Shqipëri negative tek fëmijët me çrregullimin e spektrit të autizmit, që e kanë shumë të vështirë ta pranojnë që fëmia e tyre mund të qëndrojë me një fëmijë tjetër, por nga ana tjetër për ata fëmijë mund të jetë një ndihmë shumë e madhe. Po, sot bota bashkëore po lufton shumë që të fillohet me skriningun neonatal të gjitha populatat e të porsalindurve. Pse? Sepse është në rritje ndoshta? Pikërisht, jo, nuk është që është në rritje, po qëllimi kryesor i terapisë është që të fillohet te pacientët presimptomatik. Që të mos paraqiten shenjat klinike të smundjes, do më thjesht e mandej të fillohet trajtimi. Po trajtimi të fillohet para paraqitjes së shenjave klinike. Pse? Sepse ne dim që vdekja motoneuroneve të fëmijët, sidomos të tipi i parë i atrofisë spinale, ndodh në 3 muajt e parë. 95% të motoneuroneve vdesin dhe ata janë të pariparueshëm. Për atë arsye, nëse neve fillojmë në gjendjen presimptomatike, suksesi i terapisë është ai suksesi plot të cilin sot synon shkenca mjekësore bashkëore të arrijë. Normalisht që nuk duhet t'i lëmë edhe anash edhe pacientët simptomatik, sepse dhe ata dojnë kualitet të jetës, mirë po përgjithsisht qëllimi kryesor është që të detektohet smundja herët dhe të fillohet trajtimi me kohë. Qartë. Falenderoj shumë, doktor, për gjitha informacionet, natyrisht vlefshme dhe profesionale, por edhe këshillat për prindërit e rinj, sepse gjithë ndoshta mund të jemi të prekur apo të kemi një të afërm, por është e kujdesshme, pse jo me një analizë mund të parandalojmë shumë më shumë. Faleminderit shumë, edhe fund të mbar. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë episod të 5, do të shikojmë së shpejti. Mirupafshim. Doktor, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve.